fjalë të rënda, prandaj. Po mirë, më le të vazhdojmë, po Ludo mos ma mbrojë mu Edin kur s'është për të mbrojt. Prandaj pa shumë ditin shumë të mërzitur sot, edhe mbrëm. I ka rënë ditit komplet. Ti s'ka kush mu. S'ka si gjë. Bëj llogarinë ja bëm atë me brek që të aktivizohet pak, bëj diçka interesante. Mos trego. Jo, s'kam Ti treguar. thuj po më duket lapi, unë po të më duket Alba. Unë i hethe hygertat e toni. Po unë ti thuj të gertat tona më duket. E për që vota fjallën, e di që diti ka një palë brek kuqe. S'ka për mola. I hapi direkte. A je bëri namin, kush mi prek brekët, do bëj këshu, do bëj ashtu, dhe kosë po bën asnjë gjë. Diti është fik. Toni po fiket akoma më shumë duke u marrë me bijan. I rrim brapa Edit edhe bijas. Çfarë je duke bëhet ton? Shumë dobët po e tregon veten. Bëdall. Na bërim jemi aktiv. Këtë gabim ai e bëri para se dale, prapë e bën tani pasi erdhi. Atëherë ka për Çfarë po bën? Ka mundësi që ta nëse Është fik fare. po vërmija kam qenë. I ftum kur ka pas detindje stresi kam qenë i ftum. Te ato villa që janë shumë të njohur. Palaske që. Bukra po, shumë bukra. Pas ilaçe kam unë ti. Ha? As ilaçe kam unë. Nuk është as i kvalitet, po as i soj. Edhe kam mundësi që ta nominojnë deri fund. Ka. Edi? Për shkak fjalëve të rëndave që ka përdor? Po le ta nominojnë. Besoj që po. Edhe thash mos i përdor këto. Edhe Edi. Për shembull, nisi njëherë të aktivizohet, kësaj jave ka rënë prapë qetësi. E vetmja gjë që ka bë bumin me bijan. Turpi madh. Unë mendoj që Ludo me Edin afron me qëllim që të vijë kjo situatë mes Bias edhe mes Edit. Duket sikur e kanë shfrytzuar situatën me bijan. Se Edi edhe Ludo deri para prajmit, deri një ditë para, edhe madje edhe akoma pa me nis prajmin, thoshte Ludo, Bia duhet dale. Bia duhet dale nga shtëpia. Erdi prajmi, bëri Bia bumin, kaloi prajmi, Ludo ja bestis me Bian, Edi afronte, mbante afër kur Bia i shkonte. Ata ndodhi ajo që ndodhi, sigurisht me dëshirën e Bias, po më duket sikur me plan diçka. Nga Edi edhe nga Ludo, afirmiteti. Absolut që Edi nuk din çka po bën. Kretë Ludo i thot. Si? Kretë Ludo i tregon. Kretë Ludo i tregon? Po. E po Edi atëherë ka rënë prej Ludos. Pa jo, Edi është djali i mirë. Me planet, me strategjit. Edi nuk është djali i keq. Shpirt, po e Ore, nuk po them unë është djali mirë, është djali keq. Unë po flas si lojtar këtu mbrënda. A ka mundësi ta minimizojmë këtë? A është njeri i mirë, as është njeri i mirë, se gjithë jena njerëz të mirë këtu. Për lojtar më duket që është bë me plan. Kronologjia. Pse u kujtum pas prajmit dhe jo para prajmit për këtë gjë? Nuk ndodhi rastësisht gjërat kot. Sidomos ata që janë strateg. Njërë Ludo ja shumë strateg. Se Peqa i mundohet me ju a marë pikat e forta të tjerve, me ju a heq tjerve, me i këtu të vetja. A i se shef është burë plak 40 sa vjeqar, me familje, vdes për të marë pjesë në një situatë të tillë për të bë meme, për të bë viral, për qënë pjesë e diçkaje që ka thy tabun edhe ka thy në mënyrë internacionale vëmendjen. A i ka qëndru aty. Është ja, i ka thënë fjalët vërtet ashtu si thot kushtrimi me Labinotin, as i ka thënë unë nuk e di. Po mu kushtrimi dhe Labinoti më tha që Ludo ka thënë a ka për ujkun e vjetër në një gjë edhe që s'm duket logjike ti përdora ai ata fjalë. A ja bëra mirë analizën Hygertës? Shumë mirë. Ta 3 javë? Tash janë fjolla, unë e rritë dera. Ti bon debat, ajo nuk u xhamu ushti, që më çaj derën. Jo, dënohesh me zarvëzi. Pse? Sepse në rastet ti ndikon për t'ja penguar lëvizshmërinë Pse tjetrit. ti të kanë penguar, se kanë qitë lëndrimin dhe zavëzi? Nuk e di pse se kanë bërë. E po ta tregon. Lëndrimi Klodi edhe Eliona mu mblokun aty dhe lëndrimi po e mbante derën. E pse nuk i qesë në Nuk ta e di, zavëzi? edhe mu nisit mike fryma aty. E pse nuk i qesë në zavëzi? Më thonë nuk është selektive. Ha? Po nuk e di që duhet dënoheshin normalisht lëndrimi që ma bllokoi derën, që nuk mlente të kaloj. Se di. Edhe është thyerje edhe e ligjit të drejtave njeriut në rast se ti ja pengon lëvizshmërinë fizike dikujt. Ja mbyll derën për mos me dal për jashtë. Unë ja thoja hapme se më duhet dal, hape se më duhet dal, ai fare. Po ti të paktën mos e bëj. Okej.
Se si dihet, se neve na atakojnë më shumë për këta gjëra. Neve katastrofë. Ne po e bëm, bëhet e madhe, po e bën tjerët, është në rregull. Diti nuk reagoi hiç për brekët, për Zotin. Ai do bënte super fani, super kreativ. Ai nuk din fare, ai është fik fare në lojë. S'ka lidhje ato të me lojë, unë konfitu. Si kam bie tu Arditi 2 muaj këtu, unë se di. Me- Nuk është për çudi dale Arditi ose bia. Jo, nuk është hiç për çudi. Është fik fare. Edhe Labinoti s'ka kështu. Labinoti vetëm këta Jo, shumë. Labinotit paktën më mirë, ka qëndrim si mashkull. Ja, me këta Deri nëse diku. ndihmojnë. Këta din të facat e lodrimit ta nëse votojnë për ato se. Po, Ose Sasa, din që arrin me kushtrimi se. po. Labinoti s'ka jetë gjatë këtu. Jetë gjatë jo, po për këti nominimi, për kësa javë, unë dyshoj të Arditi dhe të Bia. Bia se prishi fare mesazhin që e dha. Njeriu kur jep mesazh mban qëndrim vëlla. Nuk e ndryshon veten. Ta do largohem nga OnlyFans, pastaj e bëri OnlyFans këtu në Big Brother. Edhe thotë e bëra unë me qejf me kënaqësi, je xheloze ti. Po ku jam xheloze unë për Bian e për Edin, çaj duke fal. Apo në dashuri? Ha? Dashuri? Bia? Po. A mendon që kanë bërë tamam marrëdhënie? Po ku e di unë këta po thujnë që kanë bërë tamam marrëdhënie. Bia me Edin, Edin nga sipër, Bia nga poshtë. Ludo i ka rrit si security guard. Prandaj them është traumatizu Ludo. Shumë po gjesh ku po folti, se normale. Po jo, unë tani e kam hallin tim, a është la, s'është la, më ka ardhë baksus në krevat, Bia. Jo, është la. Është la? Okej. Amani, shumë gjë e shpifur. Me mendu që më vjen tjetra baksus në krevat. Është la edhe ky edhe ajo. Bia më ka zhgënjur shumë. Nga Bia nuk e prisja. Dha gjithat mesazhe dhe në fund e prishi mesazhin. Për çfarë? Për një kënaqësi momentale, sikur s'do dilte edhe një muj maksimumi nga këto. Edhe Bia derisa u afru me tjerë, në stop Alba, tani u afru me tjerë, nuk bën më Alba. S'ka gjë, punën e vete ka, Terezin e vetë. Kur nisa unë Bias t'i flasë për vajzat e televizionit dhe problemet, e dinat muhabet që e bëra me ty këtu? Për vajzat e televizionit dhe vështirësi që ka, e disa unë ngushtu e mori personale si muhabet. I thash, po ti qa ke që e merr personale, po, Bia? Unë thash, unë fola për vajzat e televizionit, jo për ty që e merr personale për të vetja. Që unë s'jam kështu, unë s'jam ashtu. I thash, Bia, s'po flas për ty. I Bia dhe Bia ka përjetu gjëra të tilla, dhe ndoshta ka pranuar mundësisht.